Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Belgjikës do të mbajë një takim urgjent pas incidenteve me drone mbi aeroportet dhe bazat ushtarake që shkaktuan kaos dhe shqetësime për sigurinë. Aeroporti më i ngarkuar i vendit në Bruksel dhe aeroporti i Liège u mbyllën për disa orë të martë në mbrëmje duke detyruar anulim të 10 fluturimeve dhe duke penguar lëvizjen e udhëtarëve dhe transportin e mallrave. Kryebashkiaku i dijes të raportoi se 4 drone u pan mbi bazën ajrore Skafen. Para rasteve të fundit, dronet misterioze ishin regjistruar dhe mbi bazën Klein Brogel, pranë kufirit me Holandën, ku ruhen avionët luftarak F-16 dhe armën bërthamore amerikane. Pamjet e droneve vijnë pas një valje ndërhyrjesh të ngjashme në hapësirën ajrore europiane gjatë shtatorit dhe në javët e fundit në vende si Çekia, Danimarka, Estonia, Gjermania, Polonia dhe Norvegjia dhe Spanja. Ministri i Mbrojtjes Theo Franken deklaroi se aktiviteti duket i koordinuar dhe i strukturuar, duke përfshirë drone të mëdhenj që fluturojnë në formacion, duke krahasuar me teknika hibride të përdorura në vende të tjera. Qeveria belge nuk ka identifikuar përgjegjësitë, por një burim i mediave vendeve sugjeron se shërbimet e sigurisë kanë dyshime se pas incidenteve mund të jetë një aktor shtetëror në mundësi të lartë për përfshirjen e Rusisë.